Pasi përfunduan mësimin, të shoqëruar nga drejtoresha, nxënësit e shkollës Nazmi Hoxha në Gjilan dolën në oborin e shkollës për të kryer një aksion pastrimi me qëllim ruajtjen e ambientit nga ndotja me mbeturina. Madje nxënësit janë ata që kanë shndëruar oborin e shkollës në një vend atraktiv. Murin rrethues të shkollës e kanë kthyer në një mural kreativ me vizatime fëmijësh, lojrash dhe simbole flamujsh. Mendoj se marrët ka qenë domethënë një vend shumë i keq dhe ka pas disa figura që ose edhe emra apo gjëra që s'u dashun pas nga asnjë nxënës. Edhe mendoj ngjyrosja dhe gjithçka punimi që është bërë këtu ka qenë shumë i nevojshëm. Normalisht që kanë kontribuar dhe nxënësit gjithë edhe arsimtarë i artit, siç e shohim përveç se ka bukuruar shumë këtë vend hapësirën shkollore. Gjithashtu edhe për ato gjërat e këqija thash që ka ndikuar shumë mirë tek fëmijët, edhe është një vend shumë kreativ edhe më i bukur se atëherë. Për nxënësit e shkollës, rregullimi i ambientit të jashtëm është një formë rekreacioni. Melisa Halimi dhe Olti Ahmeti, dy nxënës të shkollës, shprehen se janë angazhuar në pikturimin dhe ngjyrosin e muralit, i cili më parë ishte mbushur me figura dhe shkrime të papërshtatshme. Mendoj se nxënësit e kanë si për detyrë të paktën që ngjyrosin apo të japin kontributin çfarë mund të bëjnë. Normalisht edhe brenda që janë disa gjëra shumë të lehta që mundemi bë në ndonjë ngjyrosje apo ndonjë vizatim me diçka që bën një vend më kreativ. Edhe këtu jemi përfshirë gjithë nxënësit, jo vetëm cikli lart apo tol gjithë pa ndarje. Edhe mendoj që ka dalë një vend shumë i bukur, normalisht që ne vetëm kemi ngjyrosë dhe kemi bërë disa gjëra më të lehta, por punën më të madhe normalisht që kemi kryer gjithë së bashku. Sipas meje, unë kam menduar se ka qenë e nevojshme me zbukuru pak shkollën, se shkolla ka qenë e pa zbukuruar dhe ju kanë dashur shumë zbukurime dhe pasi ka ardhur drejtoresha jonë, kjo me fillim ja ka nisë me njerë me bo zbukurime, si për shembull këto. Pastaj unë kam kom ngjyros disa sene me ndihmën e arsimtarëve të tjerë dhe nxënësve të tjerë dhe mendoj që kemi bërë një punë goxha të mirë. Gjithashtu na mbledhëm shpesh me mbeturina dhe kujdesemi për shkollën tonë se ne kemi dhënë kontribut për këtë vend dhe ka shpesh aktivitete, për shembull ligjërata për lëndë narkotike, natyrën e tjerë. Gjithashtu me rregullat e reja të drejtoreshës, kjo na ka mësuar që nuk bën me ndotje jashta shkollës, gjithashtu dhe gjitha gjëra që i marrim për të ngrënë, i hedhim nëpër shporta. Drejtoria Komunale për Arsim në Gjilan ka mbështetur iniciativën e drejtoreshës për krijimin e muralit në shkollë. Drejtoresha e shkollës, Dashurie Leka Shaqiri, kërkoi ngjyrat dhe pasi ato u siguruan, punimet filluan me njëherë. Murali ka pas një gjendje, me thonë banale, me disa punime, jo përshtatshme për moshën edhe për edukatën e nxënësve. Kështu që kemi menduar që në fillim në hyrje të shkollës, me njëherë me pas një pasqyrë shkolla, një pasqyrë më të mirë, më të pastër, më edukative edhe më tërheqëse për nxënës. Kemi fillu me muralin, jo edhe letë, na u dasht me kërku prej DK-s, me kërku ngjyrë, se nuk kemi pas në shkollat publike, nuk kemi buxhet vetanak, gjithherë duhet me kërku prej DK-s, me kërku ndihmë prej komunës, kemi kërku ngjyrën, faleminderit shumë prej organeve kompetente që na kanë mundësu, edhe punën e kemi bë vetë, kam fillu vetë spari, unë me dhënë shembull edhe punëtorëve edhe nxënësve që secili është i barabartë në shkollën tonë, është një gjithë përfshirje dhe pastaj kom pas përkrahjen edhe të arsimtarit të artit figurativ, Lulzim Ramushi, ai ka punu me vendosshmëri dhe me vullnet, po ashtu ka punu edhe arsimtari i teknologjisë Betim Ferizi, edhe ai së bashku se u dash përves projektori këto pamje të bukura me i radhit se vetëm me dorë të lirë ka qenë vështirë dhe pastaj na kanë ndihmuar dhe punëtor teknik, gjithë punëtor teknik, edhe ata kanë punu edhe në fillim, edhe pastaj në për portrete, në për vizatime të ndryshme, nxënësit janë përfshirë të gjithë, pothuajse diçka, çdo nxënës i shkollës ka prek me ne dorë, me ne gisht, ka punu diçka. Edhe murali është i gjatë, ka gjatësi, siç e pati edhe vetë, më shumë se 30 metra, janë përfshirë fushat e ndryshme, të gjitha
fushat, fusha e artit, edukatës fizike, pastaj matematika, shkencat, kimia, fizika, gjitha jemi mundu që gjitha fushat që janë në plan program simor të përfshihen edhe në këtë mural. Në murin e gjatë 30 metra, nxënësit vizatuan detaje që lidhen me lëndët mosimore, duke sjellë një përmbajtje edukative dhe kreative. Kemi punu edhe me një pjesë t'jashtme, me thonë t'jashtme të shkollës, po nuk është e jashtme, kjo është në pronësi të shkollës, po në kaluarën ka mbet ashtu, nuk e di për çka, ndoshta s'ka pas mundësi financiare për me bo rrethojen në përgjithësi, edhe ajo pjesa deri atje ku shihet lart, ajo shtëpia dhe ajo pema atje është pjesë e shkollës. Atje ka qenë e mbushur me mbeturina të ndryshme, po thuaj se ka qenë një deponi, se kur nuk ka zot shtëpia, thonë gjithkush e shfrytëzon tokën tënde, edhe u shfrytëzu prej shumë personave, edhe jo vetëm prej personave lagje, prej komunitetit, po prej personave të huj, kanë ardhur prej pjesëve tjera të lagjeve dhe kanë hudhur mbeturina këto. Parkingu, po ashtu ka qenë një parking shumë i vogël, me hapësirë shumë vogël, ka mjaftu ma shumë se 7-8 vetura, 10 vetura maksimum. Kemi pas tollovi të jashtëzakonshme, kemi pas probleme, nuk ka qenë siguria nivele nxënësve, se tash në ditët e sotme çdo prind e sjell fëmijën e vet me veturë, edhe ka qenë një kaos me të vërtet komunikacioni. E kemi shfrytzu këtë hapësirë, këtë pjesën që ka qenë e mbushur me mbeturina, e kemi ndo me ndihmën e KFOR-it turk, kemi bo përpjekje, vazhdimisht kemi bo përpjekje me zbashku, me stafin e shkollës, me këshillin drejtues, edhe me këshillin e prindërve. Këshilli i prindërve ka qenë shumë bashkëpunues, kemi shku së bashku, kemi kërku te KFOR-i si donator, na kanë mundësu, ka punu parafërsisht një muaj, KFOR-i turk nga Prizreni, së bashku me një sitin këtu që e ka Angjelani, falenderoj përsërisht edhe ata, dhe pastaj zhavorin e ka mundësu komuna, kryetari i komunës Alban Hyseni. Përveç zbukurimit të hapësirës së jashtme, shkolla ka pasur nevojë edhe për një hapësirë për parking. Kjo hapësirë u zgjerua gjithashtu me iniciativë të stafit shkollor, me qëllim të shmangjes së rrezikut që mund të përballeshin nxënësit nga lëvizja e veturave.